Cila është pjesa më e rëndësishme e punës kur shet një pronë? Është marketingu apo procedura e shitjes? Shumica e pronarëve kur shesin një pronë orientohen tek agenti imobiliar apo zyra imobiliare që kanë marketing të fortë, por ju them unë një sekret të industrisë tonë. Marketingu është vetëm 30% e punës. 70% e punës është procedura e shitjes dhe këtu është vlera reale që mund të t'japë ty një agent apo një agjenci imobiliare në shitjen e një prone. Pse kjo? Marketingu i pronës është bërje fotove, videove, i hedhim në media sociale dhe agent apo agjenci që kanë shumë djegës sigurisht që rrisin probabilitetin për të gjetur një blerës i cili është gati të paguajë një çmim të mirë për pronën tënde. E hedhim në website-in ton të agjencisë dhe nëpër portale të ndryshme. Kjo është një farë volumi pune dhe ndihmon në gjetjen e blerësit ideal, megjithatë është vetëm 30% punës. Ku është vlera e vërtet? Procedura e shitjes, sidomos për emigrantët të cilët janë vendet perëndimore dhe kur i thot dikush kam gjetur blerësin, qoftë ky një agent apo një kushuri, një komshi thotë kemi gjetur blerësin, vjen ky me avion këtu dhe zbulon që ai nuk ka lekët ose mungojnë ca dokumentat pronës që duhen nxjerrë, apo problematika të tjera që dalin, mungesë ID-a për shembull, të një emigranti që ka vite jashtë, detyrohet kthehet prapë mbrapsht të vi 2-3 herë në Tiranë dhe fillon dhe i kushton shumë shitje e pronës. Prandaj unë them që procedura është e rëndësishme dhe procedura është verifikimi i dokumentave. Pra, i kemi dokumentat gjitha apo jo? Po se kemi dokumentat gjitha duhen nxjerr. Kualifikimin e blerësit. Çfarë do thotë kualifikimi i blerësit? Ai thotë i kam lekët, po ai ka realisht, i ka gjendje në bank. A mund të kreditohet ai për të blerë pronën tënde apo thotë kot? Se ka njerëz që thonë po e marrun kredin, por në fakt del që se marrin kredin. Më pas, duhet llogarisin taksat që ti të dish se sa taksa ke për të paguar, se ti mund ta shesësh pronën 100.000 euro, po të dalin 10.000 euro taksa dhe do dish realisht që do të ngelen 90.000 euro. Kemi vlerësimin e pronës, me çfarë çmimi do dalësh në treg, se ti mund të dalësh me një çmim shumë të lartë në treg, të rish aty 6 muaj, 1 vit, të lodhesh dhe më pas ta shesësh pronën lirë. Pra duhet gjetur çmimi i tregut pronës tënde që të rish në treg nga 1 deri në 3 muaj, jo më gjatë. Kemi rivlerësimin e pronës për gjatë vitit 2026 që ti të paguash sa më pak taksa. Kemi dhe përgatitjen e kontratës shitjes që ti të vish si zotëri vetëm një herë në Tiranë për të firmosur dhe për të marrë lekët e tua. Pra, për një emigrant shqiptar që ka për të shitur pronën në Tiranë, të ftoj të konsiderosh agent apo agjenci që din të bëjnë një proces të mirë shitje, nëse do fillimisht një vlerësim për pronën tënde. Sa shitet ajo në tregun shqiptar, një vlerësim të dokumentacionit pronës tënde, na kontakton numrin e telefonit dhe ne me kënaqësi falas do t'japim një vlerësim. Presim telefonatën tënde.